Qeveria i ka sy tek riciklimi si zgjidhja më efikase për të menaxhuar mbetjet. Por kjo, sipas opozitës, pritet të sjellë një rritje të çmimeve që do të ndikojë tek xhepat e konsumatorëve. Po për qeverinë, kjo është një skemë kompensimi duke shtuar madje se pritet për produktet bujqësore të hiqet taksimi dyfisht. Përgjithësi duke futur këtu dhe Ministrinë e Financave, si do të ndikojë kjo rritje e vlerës të produktit i shoqëruar me këto amballazhe të riciklueshme në çmimin e produkteve në përgjithësi dhe veçanti të produkteve bujqësore, si do ndikojë kjo për konsumatorin? Kur shkojmë në supermarket apo në dyqanet e lagjet dhe blejmë produktin, po do të ketë një rritje në shumën e faturës totale. Por nëse neve do t'i kthejmë direkt të mbetje, të nesërmen, apo qatë ditë kur shkojmë të blejmë do kemi dhe mbetje të tjera, atëherë direkt do të bjerë çmimi i faturës. Ndërkohë për sa i përket produkteve bujqësore, ne kemi menduar, në fakt në draftin e parë që patëm çuar në Këshill të Ministrave, kishim menduar që me anë të këtij ligji të hiqnim taksën e amballazheve. Deputetët kanë qenë në një mendje, kur që deri më sot shpërndarja e mbetjeve në burim ka dështuar, dhe kjo pretendohet të zgjidhet duke ia dhënë me koncesion një kompani administrimin e sistemit të shpërndarjes së mbetjeve. Kush do të zbatoj skemën, shit si njësitë e qeverisë vendore apo koncesionari, në projekt ligj është parashikuar një institucion që është administratori i sistemit. Në këndvështrim të hartuzve, administratori i sistemit do të jetë koncesionar mbi bazë të ligjit aktual të koncesione apo ndryshime ligjore që do të ketë në të ardhmen. Pra, skemën do ta zbatoj koncesionari. Projekt ligji i paraqitur në Komisionin e Veprimtarisë Prodhuese, Tregtisë dhe Mjedisit u votua në parim sa për t'i dhënë një shtys publikut për të ricikluar produkte, pasi deputetët kishin nevojë për një refleksion pas paqartësive që patën në fund të mbledhjes. Parimi jemi dakord për dhënien e një incentive e cila do të motivonte konsumatorët më shumë për të kthyer mbrapsht materialet e përdorura.